Do të flasim sot me lejen e Allahut Azza wa Jall për një prej kushteve të besimit në fen ton të dashur islami, që është besimi në kader, besimi në paracaktimin hyjnor e mirë apo e keqe që është në jetën tonë. Është një parim shumë i rëndësishëm që jeta e besimtarit e muslimanit të jetë e ekuilibruar, të jetë e matur, që njeriu të jetë vigjilent në sjelljet e tij, të jetë syçel në çdo moment në jetën e tij, dhe besimi në kader, në paracaktimin hyjnor, padyshim është një koncept, një kusht i besimit dhe është shumë thelbësor për ta lidhur me çdo gjë që i ndodh njeriu në këtë botë. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Me të vërtet, ne çdo gjë e kemi paracaktuar, thot Allahu Azza wa Jalla, e kemi krijuar dhe kemi shkruar se çdo të ndodh, se çfarë do të zgjedh njeriu dhe me çfarë do të përballet njeriu. Allahu me dijen e tij, me urtësinë e tij e ka ditur çfarë do të zgjedh njeriu dhe ato e ka shkruar Allahu Azza wa Jall, dhe kjo gjë është shkruar në Lauhi Mahfuz, në tabelën e ruajtur nga ana e Allahut Azza wa Jall. Të nderuar besimtar, një nga emrat e Allahut Azza wa Jall është El Qadir, i plot fuqishmi, ai që paracakton me dijen e tij absolute, me dijen e tij të urtë, plot urtësi, ai që cakton, ai që bën çdo gjë, ai që ka në dorë çdo gjë, ai që ka krijuar çdo gjë, ai që kontrollon çdo gjë që sheh njeriu bashkë me njeriu, dhe çdo gjë e ka në dorë vetëm Allahu Azza wa Jalla. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Dhe Allahu është i plot fuqishëm dhe ai ka vendosur për çdo çështje që ndodh. Ai e ruan dhe ai e mban kontroll dhe ai cakton. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Dhe ai kur do që të bëhet diçka, Allahu Azza wa Jall ai thot bëhu dhe ajo bëhet me njëherë. Para se të kuptojmë caktimin ose fatin e njeriu, pse un kam ardhur në këtë botë? Pse un përballem me këtë gjë? Pse më ka ndodhur kjo gjë? Do të shohim tekstet fetare. Njeriu që të bëhet i përgjegjshëm në fen ton do të ketë arritur moshën e pjekurisë, pra moshën e pubertetit, edhe për vajzat edhe për djemt. Ky është kushti i parë. Kushti i dytë është që ai të ketë një mendje të kthjellët, mendje të shëndosh, pra të menduar të shëndosh. Por feja e Allahut Azza wa Jall ka zgjedhur që njeriu në këtë botë nuk jeton sipas mendjes së tij të shëndosh. Por kjo mendje e shëndosh e ruan natyrshmërinë e saj kur ajo jeton në përputhje të plot me tekstin hyjnor që është Kurani dhe është Suneti i Profetit alayhis salam. Dhe këto dy baza të forta e mbajnë në natyrshmëri mendjen e njeriu, dhe njeriu duke përdorur mendjen, por duke u mbështetur rrënjësisht tek dy parimet e Kuranit dhe tek tradita e Profetit alayhis salam, ai e mban të pastër në natyrshmëri, ashtu se siç e ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Pra në së pari duhet të njohim Zotin, është ai që ka krijuar çdo gjë vetë njeriu nga zgjëja. Çdo gjë që ne shohim, malet, detrat, çdo gjë, është ai El Qadir, i plot fuqishëm, që ka caktuar që kështu do të jetë çdo gjë. Kaderi, caktimi, paracaktimi hyjnor ndahet në dy kategori kryesore. Është kaderi që nuk ka mundësi që njeriu të zgjedh, dhe është kaderi i jetës tij, me ato që ai përballet, që ai zgjedh, me ato që ai punon dhe vepron në jetën e tij. Kaderi që njeriu nuk ka mundësi të zgjedh. Askush për nesh nuk ka zgjedhur se kë do të ketë nënë dhe baba, se do të jetë shqiptar, arab apo një shtet tjetër. Askush nuk ka mundësi, fuqi të zgjedhë, do të jetë kaq i gjatë, do të jetë në këtë formë i bukur, por këto gjëra i ka caktuar Allahu Azza wa Jall dhe nuk i ka lënë njeriu mundësi që ai të zgjedhë, që të veprojë në mendjen e tij, dhe është vetëm në dorë të Allahut Azza wa Jall.
Njeriu përballet gjithashtu edhe me shumë gjëra të tjera që nuk janë në dorë të tij. Për t'i kuptuar njeriu këto gjëra, do të kuptojë madhështinë e Allahut Azza wa Jall dhe çdo gjë që ndodh vetëm me emrin e Allahut Azza wa Jall dhe pa thënë ai bëhu asgjë nuk bëhet. Dhe ky është koncepti që ne po dëgjojmë sot së bashku për paracaktimin hyjnor që njeriu shpesh herë shejtani i mallkuar vezveset sytit e shejtanit e çojnë në vezvesën e sytit dhe e çojnë në dyshime pse më ndodhi mua kjo gjë. Po të shohim tekstet hyjnore. Ubade ibn Samit i thot djaloshit të tij, birit e tij, o biri im, ti nuk do ta shijosh kurrë ëmbëlsinë e besimit derisa të besosh tek ajo se ajo që të ka goditur nuk mund të kishte shmangur ty. Dhe ajo që të është shmangur prej teje nuk mund të godas, sepse kështu e ka shkruar Allahu Azza wa Jall. Dhe i thot, kam dëgjuar nga profeti alayhis salam që ka thënë gjëja e parë që ka krijuar Zoti është lapsi, pena. Dhe kur Allahu e krijoi lapsin, penën, i tha shkruaj, dhe ai i tha çfarë të shkruaj? Uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. Shkruaj paracaktimin hyjnor për çdo gjë çfarë do të ndodhë. Deri ditën që të ndodh kiameti, që të shuhet njerëzimi, i thot Allahu Azza wa Jall. Men mata ala ghayri hadha falaysa minni. Ai që nuk beson në kaderin, pra pikërisht në këtë parim të besimit, në këtë fushë të besimit, ai nuk është prej meje, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma thot, ka thënë profeti alayhi salam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sana. Allahu ka paracaktuar për çdo gjë fatin, paracaktimin hyjnor për çfarë do të ndodh përpara se të krijonte qiellin edhe tokën 50,000 vjet para. Ka caktuar Allahu me dijen e tij, me fuqinë e tij, me urtësinë e tij, se çfarë do të ndodh me çdo gjë ka shkruar Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Pra, para se të hyjmë në thellësi të kaderit, kuptojmë dijen madhështinë e Allahut Azza wa Jall, sepse pa kuptuar madhështinë e Allahut Azza wa Jall nuk shkojmë dot te koncepti i duhur i kaderit në vetvete. Sepse Allahu ka caktuar kaderin dhe çdo gjë që përballet i gjithë njerëzimi, nga njeriu i parë tek njeriu i fundit, prej njerëzve dhe prej xhinëve, prej gjitha krijesat, çdo gjë që ndodh. Edhe gjëja më e vogël, e pa imagjinueshme dhe e pa përfillshme nga ne, Allahu e di më së miri dhe bëhet vetëm me lejen e Allahut Azza wa Jall. Prandaj ai është i plot fuqishëm për të bërë çdo gjë, të nderuar besimtar. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dhe tek Allahu janë çelësat e të padukshmes, e të fshehtës, dhe ato nuk i di vetëse Allahu Azza wa Jall. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ai di çdo gjë që ka, që ndodh në det, thellë në det, edhe mbi tokë, edhe në çdo gjë. Dhe ai di edhe çdo gjete që bie nga pema, dhe ai është në dijeni të plotë të çdo gjëje që ai ndodh, thot Allahu Azza wa Jall. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dhe qoftë edhe ajo fara që mbillet në errësirat e tokës, që askush nuk e di çfarë ndodh me të, ai e di dhe atë gjë. Se çfarë ndodh me atë farën që është në errësirat e tokës, ajo mbin më pas. Qoftë e thatë edhe e njohën, ai e di shumë mirë, dhe kjo gjë është në librin e pastër, në librin e qartë që ka shkruar Allahu Azza wa Jall. Pra ai di çdo gjë. Profeti alayhis salam thot, njeriu kur është në barkun e nënës së tij, ai në 40 ditët e para, ai është një copë, është një pikë ujë, një nutfe. Sapo është bërë embrioni, dhe ai është një pikë ujë. Pas 40 ditëve tjera ai është alaqa, është një copë zgjaku i mpiksur. Pas 40 ditëve tjera ai është mudgha, është një copë mishi i mbështjellë, thot profeti alayhis salam, dhe pas 40 ditëve tjera
Allahu urdhëron melekun që t'i fryjë shpirtin e njeriut në barkun e nënës tij. Pa gjithë dukuri, gjithë ndodhi janë në dijen absolute të Allahut Azza wa Jall në çdo gjë që ndodh, që ka krijuar ai e di edhe para çfarë do të ndodh, si do ndodh dhe çfarë do të zgjedhë njeriu. Pa të shikojmë dijen e Allahut që kur ne jemi në barkun e nënave tonë. Dhe pasi ndodh kjo procedurë, thot Allahu e urdhëron melekun të shkruaj 4 gjëra. Të shkruaj rrezikun, sa do të fitojë njeriu në këtë botë. Të shkruaj sa do të jetojë njeriu në këtë botë, të shkruaj veprat që ai do të bëjë në këtë botë, dhe të shkruaj do të jetë prej të shpëtuarve apo prej të humburve ditën e gjykimit, nderuar besimtar. Tani del problemi më pa. Për ata që nuk kanë informacion, për ata që nuk kanë dije, që nuk kanë koncept për ta kuptuar këtë gjë, sepse në këtë mes ndahen edhe grupimet, transaksionet që dalin jashtë traditës së ehli sunetit dhe xhamatit, që thonë përderisa Zoti ka shkruar çdo gjë, unë pse të veproj? Atëherë unë nuk jam i përgjegjshëm. Atëherë kur Zoti ka ditë çfarë unë do të bëj, çfarë do të zgjedh, unë pse duhet të jap llogari kur të largohem nga kjo botë? Ky është besimi i gabuar sipas ehli sunetit dhe xhamatit. Besimi i pasër që Zoti di çdo gjë që do të ndodh, që do të veprojë njeriu, që do të zgjedhë njeriu. Allahu Azza wa Jall, pra siç thamë herët, që të bësh musliman i përgjegjshëm, du të kesh arritur moshën e pubertetit, moshën pjekurin, du të kesh një mendje të shëndosh dhe ke dëshmuar që je musliman, atëherë njeriu me anë të mendjes, dhe Zoti e ka caktuar çdo gjë në Kur'an, çfarë është e duhur dhe çfarë nuk është e duhur, dhe njeriu t'i ka lënë lirinë e veprimit. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Thuaj, tashmë ju ka ardhur e vërteta nga Zoti juaj, dhe ai që do le të besoj, dhe ai që do le të mos besoj, thot Allahu Azza wa Jall. Njeriu është përballë zgjedhjeve që ai ka në të botë, dhe me anë të mendjes njeriu zgjedh. Zoti ka dhënë lirinë e vullnetit të pjesshëm që njeriu të veprojë, të zgjedhë në mendjen e tij çfarë të bëjë. Dhe njeriu atë e planifikon në mendjen e tij, e mendon, e planifikon dhe e mendon, dhe ai me gjymtyrët e tij ai lëviz, dhe besimtari i bën të gjitha këto plane, çfarë do të bëjë, si do ta bëjë në mënyrën më të mirë siç e do Zoti im, dhe zgjedh rrugën e duhur, dhe në fund thot, o Zot, pa lejen tënde asgjë nuk bëhet, dhe i mbështetet Allahu Azza wa Jall, dhe pikërisht atë që zgjedh njeriu, Allahu i ka ditur të gjitha zgjedhjet që i kanë ardhur në mendje njeriu, dhe çfarë do të zgjidhte si përfundim njeriu, dhe e ka shkruar në kader. Ky është koncepti i pastër i Islamit, dhe njeriu vepron dhe Zoti e krijon atë që njeriu zgjedh me vullnetin e tij të pjesshëm, të nderuar besimtar. Prandaj kaderi, caktimi është dija, vullneti dhe vendimi i Zotit për gjithçka që do të ndodhet dhe të përballet njeriu të nderuar besimtar. Njeriu ka vullnet të lirë, irade, juz'iyye, pra jo të plot, por të pjesshme, sepse vullneti i plot i takon Allahut të madhëruar, nderuar besimtar. Allahu e di se çfarë ne do të zgjedhim, por nuk na detyron të zgjedhim asgjë. Njeriu me vullnetin e tij zgjedh, dhe Zoti krijon sipas dijes dhe urësisë së tij. Kader, parataktim hyjnor të jetën në kësaj bote, nuk do të thotë në nështrim i verbër, por as vetë besim i tepruar. Besimi në kader të jep një qetësi, të jep siguri se gjithçka ndodh me dijen dhe mëshirën e Zotit gjithësisë. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Dhe njeriu nuk ka asgjë tjetër vetë se të veprojë në jetën e kësaj bote që është sprovë. Pra kush do le të besojë dhe kush do mos besojë, thot Allahu Azza wa Jall. Kush do të ndjek rrugën e drejtë, rrugën e mirë e moralit, kush do le të merret. Të merret me punë të pisa, të merret me çdo gjë. Zoti i di çdo gjë dhe çdo kush do të jap llogari për atë që zgjedh, për atë që vepron, të nderuar besimtar. Besimi në kader nuk duhet ta bëj besimtarin kurse si dembel, por duhet ta bëj aktiv, pra njeriu duhet ta bëj shumë aktiv, duhet ta bëj të përgjegjshëm, ashtu siç lutej profeti: o Zot, kërkoj mirësinë e kësaj dite, bekimin e kësaj dite, kërkoj hajrin e kësaj dite, dhe më ruaj nga surprizat e pakëndshme, dhe më mëso surprizat të këndshme, dhe mos më bëj mua dembel, mos më bëj të paaftë, mos më bëj përtac për të vepruar.
pa nuk printe në vend numra dhe Zoti ka caktuar çdo gjë. Por Zoti ka dhënë gjymtyrët, ka dhënë mendjen, ka dhënë gjitha begatit, i ka qartësuar çdo gjë dhe ty të takon si njeri të veprosh dhe ai që e përfundon çdo gjë është Allahu Azza wa Jall, nuk kemi ne. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu ju ka krijuar juve edhe atë që ju veproni është po Allahu që e krijon, thot Allahu Azza wa Jall, të nderuar besimtar. Prandaj besimi në kader kur kërkon vullnet, kërkon përpjekje, kërkon dhe mbështetje tek Allahu Azza wa Jall. Njeriu me anë të besimit në kader kupton dijen e Zotit, prandaj nuk dëshpërohet, por njëkohësisht nuk rri as duar kryq, por ai vepron. Njeriu vepron me zgjedhje, Zoti e di ç'do të zgjedh ai dhe e krijon. Kaderi është dija e Zotit për gjithçka. Besimi në kader e qetëson njeriu nga dëshpërimi në fatkeqësi dhe nga mendjemallësia nga sukses. Sepse kur ti je suksesshëm, ka dashur Zoti që ti jesh i suksesshëm dhe nuk është aftësia jote, por është mirësi nga ana e Allahut Azza wa Jall. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Pra balanca duhet ruajtur. Zoti di çdo gjë. Çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë dhe çfarë do të zgjidhë njeriu. Pra del një grup që thonë ne pse do të veprojmë kur Zoti ka shkruar çdo gjë. Zoti ka shkruar që unë pi alkool, thot. Unë mos ta adhuroj Zotin, që unë t'i bëj shirk Zotit, kështu që ai ka dashur kështu. Kjo është e gabuar. Por njëkohësisht është e gabuar që ti çdo gjë t'i atribuosh shkaqeve, sebepeve vullnetit tënd të pjesshëm, duke thënë që unë e bëra në këtë formë, prandaj doli kjo gjë. Ty të takon të veprosh me gjymtyrët, me mendjen që të ka dhënë Zoti, të zgjedhësh atë që të shqartësuar në fe dhe përfundimin e di Zoti i gjithësisë se çfarë do të ndodhë me ty dhe se çfarë do të presi ty. Ti zgjidh atë që është më e mira për ty. Prandaj i tha profeti alayhis salam, njeriu kur vepron ajo që është shkruar për të i lehtësohet, i tha profeti alayhis salam dhe i tha sahabët, o i dërguar i Zotit, po pse të punojmë atëherë? Ai tha, juve ju takon punoni, sepse njeriu kur zgjedh me vullnetin e tij të pjesshëm dhe me mendjen që i ka dhënë Zoti dhe ai vepron, ai sa ka mundësi, Zoti i lehtëson atë për cilën e ka shkruar Allahu Azza wa Jall, tha profeti alayhis salam. Pra neve na takon vullnet, punë, mundim, përpjekje dhe mbështetje tek Allahu Azza wa Jall. Pra e mesmja është që çdo gjë di Zoti, ai ka krijuar çdo gjë dhe çfarë do ndodhet, si në çdo mënyrë, në çdo vend, edhe çdo gjë që i ndodh njeriu të jetë, Zoti e di më së miri dhe e ka shkruar fatin, paracaktuar fatin e tij dhe njeriu asnjëherë nuk mbështetet tek shkaqet e tij, por ai vepron me atë që i ka dhënë Zoti pas do. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Njeriu, Allahu nuk e ngarkon njeriu përtej mundësive, pa njeriu vepron aq sa i ka dhënë Zoti kapacitet dhe ai vepron dhe Zoti krijon çdo vepër të njeriu të nderuar besimtar. Allahu khaliqu kulli shay. Zoti është krijuesi i çdo gjëje. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dhe ju nuk dëshironi diçka vetëm nëse ju mundson Zoti i gjithësisë, thot Allahu Azza wa Jall. Profeti alayhis salam na tregon. Prandaj për të kuptuar paracaktimin hyjnor, kaderin, çfarë do të përballemi ne me jetë, sepse ajo që është njeriu ndonjëherë i jep stres, i jep pasiguri, është çfarë do të ndodhë me mua nesër. Është e ardhmja. Njerëzit prej kësaj dobësie shkojnë edhe tek fallxorët, tek besimi i keq, tek shirkiatët. Por besimi i shëndosh tek madhështia e Zotit ty të jep qetësi që të ardhmen, pasi që lexuam pak më lart, kaderi do të kuptuar njëkohësisht edhe me dijen e pafundme absolute të Allahut Azza wa Jall, me veprimin e tij plot urtësi të pafundme që ka Allahu Azza wa Jall. Pra fillimisht do të njohim Zotin para të shkojmë tek kaderi që ka shkruar Zoti ynë, nderuar besimtar. Dhe njerëzit kur janë përballë këtij fakti me kaderin, kur nuk besojnë, janë të hallakatur, janë të shastisur në çdo moment se çfarë do ndodh me ta. Prandaj besimi është forcë, është qetësi e brendshme, sepse ti i mbështetesh pikërisht të gjithë pushtetshmit, ai që ka krijuar çdo gjë që është Allahu Azza wa Jall, nuk shqetësohesh. Dhe ajo që do të shqetësohet njeriu është vetëm vepra e tij, veprimi që ai bën që zgjedh në jetën e kësaj bote dhe çdo gjë tjetër e ka në dorë Allahu Azza wa Jall.
Her pas here ne përballemi edhe me situata që nuk I zgjedhin dot. Që Zoti nuk ka lënë mundësi që ne të zgjedhim për të kuptuar njeriu, shiko, ai që ka paracaktuar çdo gjë të ruan, të sheh, ai është që ka caktuar çdo gjë dhe di mjaft mirë se çfarë do të zgjedhësh, se çfarë do të punosh, është ai Allahu Azza wa Jall. Në sa situata ne që ndodhemi pa vepruar dhe jemi zhytur në një stres të madh, duke panderur që ajo që na ka ndodhur është shumë e dëmshme, është në dëmin ton, dhe kur kemi parë pas një farkohe, ajo që ne pandehnim që ishte në dëm ka qenë në favorin ton. Dhe për shumë gjëra që ne mund të jemi gëzuar, që thjesht na ka ndodhur sepse ashtu I ka caktuar Zoti dhe ne nuk kemi pasur mundësi veprimi dhe zgjedhje, dhe kemi qenë të lumtur momentalisht, sepse kemi pretenduar që është në të mirën tonë dhe ka kaluar një kohë që ti kupton që Zoti me atë caktimin e tij, ai në fakt nuk ka qenë e mirë për ty, por ka qenë e keqe, dhe sa shumë gjëra I ndodh njeriu, dhe sa I thanë ngjarje ndodhin që njeriu nuk ka lënë fare mundësi zgjedhje për të kuptuar madhështinë e Allahut Azza wa Jall, për të kuptuar që Zoti është gjithmonë me dijen e tij në vetdije të plotë se çfarë ndodh me gjithë njerëzit, tek I pari, tek I fundit, për njerëzve dhe për xhinëve. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Atë nuk e kaplon as gjumi dhe as dremitja, dhe dija e tij përfshin çdo gjë dhe në dorën e tij është çdo gjë. Thot profeti alayhis salam. Kur po I fliste sahabëve të tij, prandaj për të kuptuar sipas Islamit, për caktimin hyjnor janë shumë të rëndësishme tekstet hyjnore që është Kurani dhe fjala e profetit. Pa këto dyja do të tysh në transaksionet e filozofisë, do të tysh në grupimet e devijuara dhe pjesa e kaderit do të bëhet shumë e vështirë, do të hysh në shumë dyshime në jetën tënde të besimit. Prandaj teksti hyjnor është shumë I rëndësishëm. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Thot ku po I fliste shokëve të tij profeti alayhis salam në raport me këtë çështje, në lidhje me këtë çështje, dhe I thot, ti syno të bësh atë që është më e mira për ty. Atë që feja mendon që ty është më e mira për ty, syno ta bësh këtë me të gjithë përpjekjet që ti ke mundësi, I thot profeti alayhis salam. Wasta'in billah. Pra, shko në rrugën e vullnetit, e përpjekjes, e zgjedhjes së hajrit, wasta'in billah, dhe gjithmonë mbështetu tek Zoti dhe kërkon ndihmë nga Allahu Azza wa Jall, wa la ta'jaz, dhe mos u bëj përtac dembel përballë të vepruarit, përballë të bërë vepra të mira, thot profeti alayhis salam, mos u bëj dembel duke thënë Zoti ka shkuar çdo gjë dhe unë rri në vend, nuk kjo bën ndesh me fen. Por puno, syno, trego vullnet, mos u bëj dembel, mos u bëj përtac. Zoti të ka dhënë trupin, ka dhënë mendjen, ka dhënë gjymtyrët, prandaj ti me mendjen tënde duke u mbështetur në tekstet hyjnore dhe duke u mbështetur tek Zoti I gjithësisë, atëherë takon të veprosh, sepse kjo është botë e sprovës, është botë që ti do të mbjellësh dhe korrje do ta kesh në momentin që largohesh nga kjo botë e përkohshme. Dhe nëse ti përballesh me një sprovë në jetë, mos thuaj ku përballesh me një sprovë ose me një dështim, sikur ta kisha bërë në këtë formë. Ose ta kisha bërë këtë, s'do kishte ndodhur kjo gjë. Mos hyj në këtë rrugë, thot profeti alayhis salam, kur ti pasi ke vepruar, je sprovuar, pra ke psuar një dështim ose një sprovë, mos thuaj ta kisha bërë në këtë formë, po pse shkova atje, po pse nuk e dëgjova fjalën time, mos kishe kaluar nga kjo rruga, mos kishe kaluar tek vijet e bardha, mos për çdo ndodhi që mund ndodhin, nuk është në kapacitetin ton për ta diskutuar, sepse e fut njeriu në dyshime, thot profeti alayhis salam, po thuaj ajo që ndodhi, sepse ashtu deshi Zoti që të ndodhte dhe ashtu ndodhi. Po mos thuaj ta kisha bërë këtë gjë, sepse kjo i hap rrugën shejtanit dyshimeve. Por pasi ka ndodhur, ti mund të marrësh mësime për të ardhmen, mund të përfitosh urtësi për atë që të ka ndodhur në të ardhmen, por ajo që ndodhi mos thuaj të kisha vepruar në të formë, për nëse nuk e vepruar mirë, kërkoj falje Zotit, por mos thuaj sikur, sepse kjo gjë e fut në dyshime mendjen dhe besimin e njeriu, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dëmi dhe dobia është në dorë të Allahut azza wa jall. Qofse thot një ajet I Allahut në Kur'anin famlar, wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Qofse Zoti i gjithësisë ka shkruar që të ndodh një dëm, një sprovë, nuk ka kush e kthen pas. Ky është besimi më i thjeshtë, më i natyrshëm. Qofse Allahu ka shkruar që ti të provohesh me diçka, sikur gjithë njerëzit edhe xhindët të mundohen që të bëjnë të kundërt, do të ndodh vetëm ajo që ka shkruar Zoti për ty, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra qofse Zoti ka shkruar do të dëmtohesh, do të ndodh një fatkeqësi, nuk ka kush e kthen. Në qofse Zoti për ty ka caktuar që të vijë një e mirë, nuk ka kush e kthen pas, thot profeti alayhis salam, sikur e gjithë njerëzit edhe xhindët ta pengojnë atë gjë, ajo do të ndodh vetëm ashtu siç dëshiron Allahu azza wa jall, të nderuar besimtar. Prandaj kaderi na mëson përgjegjësi, jo portaci. Na mëson arsyen, planin, vullnetin dhe mbështetjen tek Allahu azza wa jall. Prandaj pasi ka ndodhur, prano rezultatin me qetësi. Çdo njeri është i përgatitur për ato që është krijuar për të. Prandaj, dhe ajo që ai zgjedh, ajo është e lehtësuar, sepse ashtu ka zgjedhur Allahu azza wa jall, të nderuar besimtar. Profeti alayhis salam na mëson që edhe njeriu kur është përballë një zgjedhje që është të dyshim, na ka mësuar që njeriu të marrë abdes, të falë 2 rekate dhe është namazi i istiharës. Çfarë është namazi i istiharës? Njeriu kupton dobësinë e tij përballë një zgjedhje, qoftë një blerje makine, qoftë një blerje shtëpie, qoftë edhe gjëja më e parëndësishme, njeriu mund të jetë përballë këtë zgjedhje. Çfarë të bëj? Cila është më e mira për mua? Dhe njeriu këtë dobësi do ta pranojë shumë natyrshëm, le të marr abdes, thot profeti alayhis salam, të fal 2 rekate dhe të ngrit duart lart dhe thoj: O Zot, Allahumma inni as'aluka min fadlika al-azim. O Zoti im që ti ke krijuar çdo gjë, kërkoj për mirësive të tua që janë shumë madhështore, që janë të shumta. Ti je ai që di dhe unë nuk di. Ti je ai që ke në dorë për ndodhur çdo gjë dhe unë nuk kam në dorë asgjë. Qofse kjo gjë që unë do të blej, do të zgjedh, është e harit për mua, është e harit për femën time, për familjen time, atëherë o Zot, mundsoje këtë gjë për mua. Qofse kjo gjë që unë do të zgjedh, o Zot, nuk është e harit për mua, për femën time, për jetën time, o Zot, largoje këtë gjë nga mua. Ma largo këtë gjë. Pa shikoni, i mbështetësh dijes dhe fuqisë së Allahut azza wa jall, edhe përballë situatave që ti je në dilemë, në dyshim për të zgjedhur, mbështetësh tek Allahu azza wa jall. Ne do të mbyll këtë hutbë në ditën e xumë, lexojmë për herë çdo javë sunet që të lexojmë surën El-Kahf. Dhe ai që lexon çdo të premte surën El-Kahf, thot profeti alayhis salam, ajo e ndriçon deri xumën tjetër. Njëherë profeti alayhis salam shkojnë disa njerëz dhe e pyesin për historinë e Dhul-Qarnejnit dhe për historinë e djemve të shpellës. Dhe profeti i thot, nesër do t'ju ja përgjigje, dhe nuk thot inshallah, që është edukat e muslimanit që të thoj për çdo gjë, që do të veprojnë në të ardhmen inshallah. Ndash Zoti, sepse ne s'kemi gjendor, ne thjesht zgjedhim, ne thjesht bëjmë veprimin ton në rrethin e kapacitetit njerëzor. Dhe ai që vendos që krijon përfundimin e çdo gjëje është Allahu azza wa jall, prandaj themi gjithmonë inshallah. Dash Zoti. Dhe profeti nuk e thot këtë fjalë. Dhe të nesërmen nuk kishte përgjigje për ato pyetje që e pyetën njerëzit. Kaluan disa ditë dhe zbret ajeti që ne lexojmë çdo të premte, wala taqulanna bi shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Dhe mos thuaj kurrë. Të kulenna është një lidhës përforcuese. Dhe mos thuaj kurrë që unë do të bëj këtë gjë nesër, vetëm dasht Allahu, duke thënë inshallah, vetëm duke thënë dasht Allahu azza wa jall. Fjala të kulenna në arabisht është thënë në atë mënyrë që për çdo gjë. Pra kur themi për çdo gjë, them tani që pas faljes inshallah dash Zoti, unë do të dal nga xhamia. Që mund duket pak qesharake. Por në realitet kjo mund ndodhë që unë nuk arrit do të dal nga xhamia. Po duhet themi inshallah edhe për çdo gjë që njeriu për çdo të ardhme kur ai flet e shpreh do thoj inshallah dash Allahu azza wa jall, sepse po nuk deshi ai asgjë nuk bëhet. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Në të vërtetë që Allahu është i fuqishëm për të bërë çdo gjë, dhe ai është i vetmi që krijon çdo veprim të njeriu dhe çdo gjë që do të përballet gjithë njerëzimi. Ai është i gjalli, i përjetshëm, i pavdekshëm, i pari, pa fillim dhe i fundit pa marim.
ai që ka në dorë jetët e gjithë njerëzve, ai që ka në dorë pasuritë e gjithë njerëzve, shëndetin, çdo gjë, fëmijët, çdo gjë që ka njeriu nga i pari tek i fundit është i takon Allahut Azza wa Jall. Prandaj ne si njerëz na takon veprojmë në rrethin e kapacitetin njerëzor që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall, dhe ti mbështetemi Allahut Azza wa Jall. Dhe ai njeriu, thot profeti, që është i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu Azza wa Jall, ai njeriu është më i pasuri prej gjithë njerëzimit, thot profeti alayhis salam. Dhe pikërisht çdo problem, hasmëri, smir, xhelozi, urrëtie, gjitha thashë themet për gojime ndodhin për këtë arsye, sepse njerëzit xhelozojnë njëri tjetrin dhe nuk janë kënaqur me atë që Zoti ka caktuar për ta. Prandaj je i kënaqur me atë që Zoti ka zgjedhur, ka caktuar për ty, thot profeti alayhis salam, dhe ti do të jesh njeriu më i lumtur. Elusim Allahun Azza wa Jall që të shkruaj për fatin ton vetëm të mira, që të kemi përfundim të mirë, që ne të largohemi nga kjo botë vetëm duke besuar dhe duke adhuruar Allahun Azza wa Jall, dhe çdo gjë tjetër është kalimtare, është e papërfillshme. Prandaj elhamdulillahi ala kulli hal, tha një dietar, si wal kufri wal dalal. Falënderimet i qofshin Zotit për çdo gjendje tonën, vetë se Zoti na ruajt nga mohimi dhe nga idhujtaria e Allahut Azza wa Jall. Vetëm atë gjë ne nuk e dëshirojmë, atë gjë urrejmë me gjithë shpirt. Mjafton të largohemi me besim, dhe çdo gjë tjetër, ajo që ka caktuar Allahu, ajo do të bëhet. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na falë, që të na mëshirojë, dhe të na fusë së bashku në